Dhe këti kombi duke marrë opozitën PD në drejtim për tregu se çfarë do të bëja. Po e kam thënë atë punë, që nëse do ta bëja unë opozitën time, do ta bëja 1000 herë më mirë se ç'e bëjnë këta. Këta nuk dinë bëjnë opozitë. Këta dinë vetëm të vetë shkatrohen dhe në vetë shkatrimin sipër të pengojnë sa të mundën Shqipërinë edhe të nxinë jetën sa të mundën njerëzve. Këtë dinë bëjnë këta. Dhe prandaj në zgjedhjet e 11 maj do marrin rezultatin më të keq që nga 97 e këtej. Këta janë xheloza, thotë i ka marrë malli për bufat. Jo më malli si ka marrë, se bufat aty i kanë. Në 2025 akoma rrugë dhe njerëzit se kanë thesin e miellit. Bravo, arritje me barkun bosh. Dëgjoj këtu. Si e ka Mondi, se kam një kompjuter tjetër këtu se patëm problem teknik. Mondi, dëgjoj. Se kjo vlen dhe për ata qyrikut që ishin në atë salonin e mbrëmshëm, që thoshin populli është i smur. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë ka qenë më pak se 10 miliard. Është 25 miliard, 2 herë e gjysmë më shumë. Në një dekadë. Të ardhurat për frym kanë qenë 3.000 ca euro. Janë 10.400. Paga mesatare ka qenë 370 euro, 730 euro. E të tjera. Tani, kujt ja tregon mielin, thesin e miellit dhe barkun thatë? Ku, për kë, në cilin vend e ke? Unë isha djenë në Gjirokastër. Plot me turist të huaj. Plot. Këtu është bërë derë e bujtin. Ndërkohë që 10 vjet përpara këtu ishte një hotel aty poshtë që është akoma sot ditën turizmi. Ishte edhe një tjetër, nuk e di, 2 hotele, edhe këtu ishte Jing. Se jam pak i agjituar se mezi po pres të filloj këto takimet. Realisht mezi po pres të filloj këto takimet, se është vetëm një mënyrë për të çliruar dhe dezintoksikuar nga helmet. Dhe unë këto helme nuk i marr ka që në 2009-ën. Që në fushat e 2009-ës unë nuk shoh më televizor, nuk ndjek më debate, nuk shoh. Vetëm në rastet të caktuara nëpërmjet YouTube-it që më çojnë ose kur gjendem, siç u gjenda mbrëm se doja të shifja atë. Edhe aty helm totalisht. Duhet detoks dhe i vetmi detoks për mua është me njerëzit atje. Me njerëzit real në jetën reale. Me ata që në fund të ditës vendosin, me ata që qyrykët i quajnë të bler, i quajnë të smur, i quajnë të shitur, i quajnë administrat, i quajnë qa nuk i quajnë, dhe ata këtë 11 maj do t'jenë më shumë se kur që do të votojnë mua dhe Partinë Socialiste. Më shumë se kur. Dil bëj debat, thot, me këtë bëj debat për lumat. Me bufin e Knetës bëj debat, pa a jenë vete, as jenë vete. A jenë metro, as jenë aq më tepër në kushtet kur bufi i Knetës është edhe në rrëshqitje e sipër. Çfarë debatit bëj? Bëj debat. Kemi nuk e di pse nuk lëviz kjo probleme teknike këtu në Gjirokastër me Wi-Fi-n, ku diu. O Edi, tam parlamentin ke 15 vet nga ministrat që janë në burg. Gjete këta viktima për 50 euro këlysh komunistis. Hajde, muhabet, hajde.
15 vetë nga ministra, për ku ke numërvorësi, të dalin ty, me që po flasin për numërim. Po tani i bëni këto parazjedhe, ku ishit do 12 vjetë, qa po bëjmë parazjedhe? Parazjedhe po bëjmë vetëm intensifikimin e komunikimit. Ku ishim 12 vjetë? 12 vjetë në rrugë me shqiptarët drejt Bashkimit Evropian, drejt një bote të re, drejt një të ardhmeje që do t'jetë e tashme e përditshme e shqiptarëve dhe përfundimisht larg të shkuarës. Këtë kam bërë unë 12 vjetë. Ky bufi do të mundi të mbajë mend, qeshti, ofendo shqiptarët, jo më shqiptarët si ofendojnë fare, zero. Kjo ofendo shqiptarët është kot. Këtë ofendo shqiptarët ma thonë vetëm çyrykët. Se përsëris që kush mendon që bufi Knetës dhe Kneta është rruga për Shqipërinë, ka problem me veten. Është problem. Këtë e them, s'është ofendimi shqiptarëve ty, ky është opinioni im. Vetëm ti, pse nuk i ikët ju? Po nuk i ikët ju të harrojmë Europën. Europa do të na dënoj, do të na pranoj ku korrupsioni të zhduket, do të na pranoj ku zotri. Europa na ka dhënë planin, Europa. Këto janë teori. Europa na ka dhënë planin 2027. Të mbyllim negociatën 2027 dhe planin ja ka dhënë qeverisë shqiptare. Dhe janë 1000 veta që punojnë çdo ditë, 1000, këtej 1000 andej, që punojnë çdo ditë për të gjithë kapitujt e negociatave. Për çfarë flet tani, si do ta diskutojmë më tani, do na pranojnë kështu, do na pranojnë. Na kanë dhënë planin, në 2027 mbyllim negociatat, zotri. O zot. Çdo herë para zgjedhjeve plot projekte, sa morën zgjedhjet as 5% nga këto nuk realizohen. Jo më vëlla, jo fare, hiç zero, ke gabim. Të tëra projektet kanë rrugën e tyre, të tëra projektet që nisin realizohen, nuk kemi bërë në fare nga këto që thua ti, hiç fare. Ka qelluar, për shembull, që ka mbaruar studimi i projektit të Ekurudhës Kuqezi, po e kemi prezantuar bashkë me qeverinë e Kosovës. Po këto projekte që shef janë gjitha punë që vazhdojnë dhe bëjnë punën. E ke në gjithë historikun e Facebookut tim, shko, shif, zbrit poshtë, ditë e diel, ditë e shtunë, ditë jave, muaj vere, muaj dimri, zgjedhje, jo zgjedhje, është e njëjta punë që vazhdon. Okej, ju përshëndes, ta mbyllim këtu sot se edhe sondazhisti Donald Trumpit me gjëra fjala, gjithë qashtësisht, siç është e vërteta, që në 11 maj ka vetëm një fitues, që t'jemi të qartë.